Kryetari i ri i komunës së Sarajit, Muhamet Elmasi, ka mbajtur sot konferencën e parë për media nga marrja e detyrës së tij për të udhëhequr me këtë komunë. Ai tha se borxhi i komunës momentalisht është 3 milion euro, ndërsa Elmasi prezantoi edhe borxhet që komuna ka pasur në udhëheqjen e menaxhmentit të kaluar. Nga të dhënat e dalura nga dita e sotit, mund të themi lirisht se borxhi i komunës Sarajit, flas si komunë, nga të dhënat e reja të azhuruara është 3 milion euro. Borxhi i ndërmarrjes publike në kuadër të komunës Sarajit, higjiena komunale, është 425.000 euro. Borxhin të cilën e ka Qerdhja Filizi në kuadër të komunës Sarajit është 230.700 euro. Borxhin të cilën e kanë shkollat fillore komunale është 198.000 euro. Borxhin të cilën e ka ndërmarrja publike për menaxhim me ndryshimin publik akcios është 127.000 euro. Këtë borxhe, Elmasi tha se ka mbajtur komunën e bllokuar që nga marrja e mandatit, pasi siç tha, përmbaruesit kanë qenë aktiv. Ai më tej tha se kanë hasur edhe në kontrata të shumta, marrëveshje të paarsytuara dhe shpenzime të bëra pa karar. Sipas tij, këto praktika nuk kanë të bëjnë asnjë lidhje me interesin publik, prandaj komuna është futur në kaos financiar. Megjithatë, kreu i Sarajit thotë se ata tani më vetë se kanë nisur vendosjen e rregullimit financiar, forcimin e kontrollit të brendshëm dhe ngritjen e transparencës në nivelin më të lartë.